Policia e Tiranës ka zbuluar një ambient të fshehtë të përshtatur si laborator për falsifikimin e diplomave dhe dokumenteve zyrtare, në kuadër të operacionit të koduar laboratori. Gjatë ndërhyrjes, uniformat blu arrestuan Abbas Tafën, 51 vjeç. Sipas policisë, gjatë kontrollit në banesën e tij në Zall Bastar, u gjetën qindra dokumente të dyshuara të falsifikuara, si edhe sende të tjera që shërbenin për ushtrimin e kësaj veprimtarie kriminale. Mes materialeve të sekuestruara kishte diploma të shkollave të mesme, diploma universitare, programe master dhe licenca profesionale. Hetimet paraprake tregojnë se ambienti ishte përshtatur posaçërisht për prodhimin dhe falsifikimin e këtyre dokumenteve. Operacioni u zhvillua nga seksioni i hetimit të krimeve ekonomike financiare, në drejtimin e Prokurorisë së Tiranës, pas një pune të mirë organizuar hetimore. Ndërkohë, hetuesit po vijojnë punën për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm. Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.